Meta dhe deklaroni që nëse do të ecë me precedentin e krijuar nga kryeministri, bie që zoti Meta të dalë që sot nga burgu. E nisi me këtë dhe pastaj jo, unë fola për një standard. Nëse kryeministri Rama pretendon për një standard të ri, pra që është i lodhur nga kjo drejtësia e vjetër, ky standard këtë do thotë që Ilir Meta është në burg kot. Sot do dalin liri. Sepse është pa prova. Po diskutim që është pa Pretendimi i prova. tij që këtu e 2 vite. Është kel edhe standardi që Rama e promovon, pra janë shumë gjëra gjitha në kompleks, jo vetëm Ilir Meta, se e mora se në fundit është figura më e lartë sot e shtetit shqiptar që në mënyrë të padrejtë është aty. Po nëse prapë është i paraburgosur, nuk është as i dënuar, as nuk është. Pikërisht prapë kundër këtyre praktikave është sot kundër Rama. Pavarësisht se nuk i referohet mes, por në parim këtë ka si pengesë. Ajo që po i ndodh, ai që ka ndodhur Metes, mund të ndodhë edhe Ballukut e këta e ndaluan. Mund të ndodhë edhe Ramës nesër. Problemi është që unë jam ndër ato që në 42 deputet që e kam votuar reformën në drejtësi. Thëmë drejtën sot nuk është se mund të thëmë që jam pënduar, për faktin që ne e votum me një lloj përgjithshmërie që vendi kishte nevojë, klasa politike kishte nevojë për një kontroll, për një tronditje. Po këto nuk kupton thelbin. Pra Rama, reformën drejtësi nuk e kërkuat ju, zotë Ndoga, e kërkuan ndërkombëtarët. U votu gjithë. Pastaj ju e votuat, është saktë, po. Por e kërkojnë ndërkombëtarët dhe pastaj e vendosët ju me votë. Po pa diskutim që po ishte vota jonë, pra që pavarësisht ishte një votë që disa edhe u shantazhuan, presione, to kokët e mëdha patën edhe më tepër goditje, kurse ne të veçët e votuam me një lloj bindje, të paktën unë vetë personalisht po. Po Rama s'ka kuptuar një gjë, që kjo drejtësia e re ishte më tepër një drejtësi popullore, një drejtësi demonstrative, pra që kapet presidenti i Republikës, ish presidenti, po, unë i thamë president edhe në respekt të... Atë titull e ka patë, ka... Po diskutim, kapet mes rrugës, pra me këtë drejtësi, si një bandit, edhe atë akoma sot, pa prova, pa fakte në parë... Kush është fajtori në gjithë histori? Se ne kemi trajtuar këtë tema dhe sigurisht që njerëzit e publiku është rrahur veshje me këtë histori. Kush është problemi? Kush është i keqi? Kush është i miri dhe kush është i keqi? Me mollë, si shtot Shpendi, ta ndaj me mollë. Sa i takon njëri dhe kush i takon tjetër? Është vështirë të thuash i miri i keqi. Ti i nje, se ke punuar me ta. Është shumë vështirë që ti fusësh një vizë ndarjet, për faktin se tu gjithë politika ka një lloj fajet. Po kush e keqja këtij vendi? E keqja e këtij vendit është politika, kuptohet. Sot e keqja e këtij vendit ka një emër, që është Edi Rama. Kjo është e padiskutueshme, që po bën 13 vite në pushtet, janë vitet më të këqija që ka pas historia në këto 35 vite pluralizëm. Kjo është e padiskutueshme, pra nuk flas si opozitar, po flas me shumë realizëm. Është një kryeminist që është ka mbi vete afera të mëdha korruptive që s'kan ndodhur në këto 35 vite, madje s'kan ndodhur në historinë e shtetit shqiptar në shekuj, që e kemi kaluar një shekull, kështu që në këtë aspekt e ka një fajtor. Por edhe në aspektin e kësaj drejtësie, prap zoti Rama ka peshën më të madhe të fajt, që nuk e kupton logjika e tij, që ne me kushtetutë i kemi dhënë disa atribute ekstra ndërkombëtarëve. Pra, ne kemi lënë sovranitetin tonë në dorë të tyre. Por Rama, derisa ai erdhi këtu te prapanisa vet, nuk e kuptonte, nuk e ndjente. Ka ardhur aty, zotë Ndoga? Juve e keni ditur që do të cënojë sovraniteti i Shqipërisë duke lënë të gjithë reformën drejtësi në duart e ndërkombëtarëve, në survejimin ndërkombëtar? Po diskutim që po. Po atëherë pse e dha në unanimitet, zotë Ndoga? E dham në unanimitet që ishte vetëm solucion, për faktin se nëse drejtësia do të ishte në dorët e politikës, do të ishte problematike, sikur bllokohet sot. Pavarësisht se nuk është tërësisht në dorët e kësaj politike, se këto pranej ka rrshiti nga dorët, se është faktori ndërkombëtar, po ky gjen momente kur Amerika nuk e ka menin të ky personazhi, kur ky përpiqet nëpërmjet çokave apo kur ka një luftë më të madhe si hiç vëmendja, ky përpiqet me penetru. Por gjithsesi,
sot është një filtër shumë madh ndaj Ramës, që ka Gjermaninë që është një shtet që një kamës. Pra armiku më i madh sot i Edi Ramës është Gjermania, dhe Gjermania është Gjermani. Pavarësisht se një bashkëpunëtor i Ramës sot është shteti më i korruptuar, por ka një fjalë lapidare Evropa, që janë 3 vene që lidhen me pjesën gjermanistike që është Çekia, Austria edhe vetë Gjermania. Edhe e një gjova në Çeki për herë parë, atyre i thonin Çek, ju jeni Gjerman të kësi. Austriak ishin Gjerman të mirë, kurse Gjerman janë Gjerman, është funi, janë njerëzit që kanë balancë, edhe kur të marrin na Gjerman, pse ishte rastin në Maqedoni, se si ishte Evriut në të kohë kur ishte Kuriku Guresku. Se edhe e si ky, si Rama, është i njëjtë situatë, pastaj ai nuk pranoi që ai e shkriu. Tetohet e shkriu të thash. Çfarë bën ato? Bën luftë poshtë brezit, i nxorën video, biseta që Rama ka të mushën ato. Po për Rama, zoti Ndoga thot tek fjalimi vet meravilioz, patetik domethënë, thot që mbyllet, nuk miratohet. I thash atyre shokëve të partisë, se këta flasin dhe me terminologjinë komuniste, shokët e partisë së komisionit. Rama kujton që Shqipëria është në durët e tija, por për fatin e mirë edhe të keqë jo. Pra sot Rama mund goditet nga kushdo. Pra do të goditet nga media ndërkombëtare, që kjo kur pengon drejtësinë, kjo nuk e kupton që ato kanë prova dhe fakte që ja bëjnë publike. E bëjnë Ramën që mos dalin kështu, po ja hapin gojën edhe ja fusin letrat mbrenda. Se kur dalin përgjime, kur dalin video nga më të ndryshme, kur dalin afera korruptive në mënyrë publike, nuk ka rëndësi që e bllokoj ky spagun apo se bllokoj spagun. Apo i kapi 16.000 fletë të votimit edhe i futi te banja e Peleshit. Ka një rrugë gjatë ky proces dhe ky e kupton se temi ka i qartë, nuk e kemi pak aq rënë Ramën. Jo, që kur ka ikur fuga zoti Ndoga, që kur i ka ikur fuga në Xhakarta, në Indonezi, fugën mund ta duash ose jo Anduena, fuga ishte shumë i zotin komunikimin politik, edhe në PR. Dhe në qoftë se Rama ishte i ngrënshëm. Se nuk ishte fjali me një gjys. Jo, kishte, po kishte diçka tjetër, ishte më i kujdesur, më i kuruar në opinionin e diskurit publik. Që ka ardhur në një pikë që s'mban më. Ky ka dy gjëra, që i iku edhe fuga, i iku edhe menja. Të dy e njëjtë në kohë. Iku edhe fuga, iku edhe mendja. Kjo është problem shumë i madh, se nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë kur zëvendësin e tij i kërkohet sot arrest me burg. Pra nuk i kishte provokte, edhe nuk ka fare problem atë. Që edhe asaj i thot nesër, ki harë dërla prapa shpinës time, por problemi është se është radha këti. Është paradhoma. Po, pa diskutim që po, që do t'i vinë radha, do të thirret si dishmetar, do të thirret si bashkëfajtor, si kapoj, pra është cikli i funit e ti, edhe kjo e ndjenë, që mos mendojmë ne që kjo po mbron Ballukun, asë ka fare në hartë, asë në lisë njësoj si Ahmetin. Nuk ka ne dashurit madhe kjo për asë një për i atyre bashkëpunëtorëve, i ka pas tje shërtar dhe një moment që ato nuk kanë ditë, që do të kemi edhe një gjatë qartë, që kjo ka edhe e ka psikologjike këte. Pra, kjo nuk i duket korupcion, kur kjo i jep dikuj pronën publiku, ja fal dikuj. Edhe në aspektin asaj nuk i ka marrë lek. Derisa si ka marrë lek ati, kjo është veprim i ligjshëm, si mas logjik s'ti. E ka formim të, kjo është e vërtet. Pra, nuk e kupton që është një aferë korruptive, gjitha këto që i ka bë, edhe çokat, edhe me mënyrë i ka përdorur këto viktimat. Se këto kanë qenë edhe njës paftë. Se ky nuk i ka thënë që bërni atë dhe mos i bëni letra. Është i vetëm, zoti nuk ka mendon, apo është me shok shumë? Rama? Pa. Rama është i vetëm, pa diskutim që është i vetëm. Është i vetëmi përgjegjës. Këto janë viktima gjithë to, që e rrethojnë Edi Ramën sot, janë viktimat e egos së pushtetit të tij. Ky ka për pushtet të. Pra, unë nuk mund të them sot, e njoh shumë mirë, madje më mirë njoh Edi Ramën se njoh Sali Berishën, nuk mund të them sot se ky ka një ADN të një hajdutit. Nuk e ka. Nuk e ka? Jo. Nuk e ka. Ky ka egon e pushtetit që
e përdor pushtetin si mos dëshirës ti për karrikën, për ta mbajtur atë. Ti duke se po bën vepra të mëdha për Shqipërinë. I beson dhe vetë ato që. Po diskutim që i beson. Është një tip e narcistit Rama, është i lindën. Pra, që e ka që mur zhvogël. Po nuk ka pjesën, as smundje kjo, nuk është se po nuk ka nivel korrupsioni më të madh se sa pushteti, zotin Doga. Legu është mjet, paraja është mjet, ky ka sklavëruar bashkëpunëtorët e vet, gojimet e vet, sklevrit e vet, quaj si duash, nuk mendoj se ky ka bashkëpunëtor, ky ka sklevër që i poshtron. Ashtu duket mua. Jo. Për aq kohë sa aty nuk ka një burr ose një grua që ti dali kundër ti thojë jo zotri, bolla se na çmene. Një orë gjysmë si të gjojmë ty, fillosh nga fillimi në fund, po na bën autogola, se ti dalësh kundër drejtësisë, si që ka dalë ky.